Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu was-salamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana ya Karim. Po filloj me ligjëratën e 23 në shpjegimin e veprës Maraki el-Fallah, Sharh Nurul Idah të Imam Shërumbulalit, rahimahullah. Kemi ngel të fundi respektivisht el-faslu fi sifati el-adhkari l-varida ba'da salat il-fardi wa fadluha, dhikret ose lutjet, duat që bëhen pas namazit. Këtu janë gjitha ato format e ndryshme të lutjeve që bëhen në fund, në përfundim të namazit, që autori i shpjegon tani në detaje. El-qiyamu ila adai sunnati allati tali al-fard muttasilan bil-fardi masnunun, ghayru annahu yustahabbu al-faslu baynahuma kama kana sallallahu alayhi wa sallam إذا سلم يمكث قدر ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Thotë ngritja, janë këtë çështje janë shumë të rëndësishme, janë me pesh, duhet t'i kuptojmë qartë dhe mirë. Ngritja për faljen e sunnetit, i cili pason farzin, pra bëhet fjalë për namazet farze, të cilat kanë sunnet ratibe, sunnet që i lidhet me kohën e namazit. Këtë sunnetet që përcaktohen, që lidhen me kohën e namazit, quhen sunneti ratibe. Në ato farze, në ato kohë, në ato namaze, në të cilat pas kryerjes së farzit ka sunnet, thot autori, ngritja për faljen e sunnetit mas farzit, muttasilan bil fardi masnune, është sunnet. Pra formulimi shqip qëtë më i qartë. Menjëherë pas përfundimit të farzit, për faljen e sunnetit, është sunnet falja e sunnetit. Gajru annahu yustahabbu al-faslu baynahuma, mirë po, është mustahab e preferuar që të bëhet dallimi baynahuma, mes atyre dyve, pra mes farzit edhe sunnetit. Ka diçka, sepse është mekruh ngjitja e namazit sunnetit drejt për drejt me farzin, pa e ndërlidh, pa e nda me diçka mes tyre, mes farzit edhe sunnetit. Kema kanë sallallahu alaihi wasallam, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kana idha sallama yamkuthu qadra ma yaqul, kur pejgamberi alayhis salam i jepte selam prej farzit, pra përfundonte farzin, qëndronte ulur qadre ma yaqul, aq kohë sa thuhet fjala Allahumma anta s-salamu wa minka s-salam wa ilayka ya'udu s-salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Këtu autorin e bën një çështje me dije. Thot idha sallama, se hadithi thot kana pejgamberi yamkuthu, qëndronte, pra nuk synohet
teksti Allahumma anta selamu wa minka selam. Nuk është fjala për tekstin. Pejgamberi qëndron të ulur aq kohë sa merr thënia e fjalës Allahumma anta selamu wa minka selam, do thot nuk synohet teksti, sepse mund të ketë edhe tekst tjetër, sepse ka transmetime edhe tjera përveç kësaj, po kaq kohë sa merr kjo fjalë është sunnet që të qëndrohet ose që të bëhet dallimi mes farzit edhe sunnetit. Thumma yaqumu ila sunna, masi që qëndron ulur ose të thot Allahumma anta s-salamu wa minka s-salam wa ilayka ya'udu s-salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Kjo është një prej transmetimeve. Transmetimi që përdoret te ne është transmetimi i Ibn Mes'udit radiallahu anhu. Krejt ne e dim se Ibn Mes'udi ka ndikim shumë të madh. Transmetimet e Ibn Mes'udit dhe mendimet e Ibn Mes'udit kanë ndikim shumë të madh në mëdhëbin Hanefi. Ibn Mes'udi thot, pejgamberi alayhis salam idha sallama fi salati la yajlisu illa miqdar ma yaqul. Thot kur jepte selam pejgamberi alayhis salam, nuk rrinte më shumë ulur, nuk rrinte gjatë, më shumë gjatë ulur se sa të thot Allahumma anta s-salamu wa minka s-salamu tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Pra kjo shtesa që i shtohet wa minka s-salam wa ilayka ya'udu s-salam ka dhe transmetime tjera që shtohen, por ajo që ne e përdorme është transmetimi i Ibn Mes'udit i regjistruar në Sahihun e Ibn Khuzejmes. Pasi të jep selam prej farzit dhe të qëndron ulur ose të thot këtë citat, këtë lutje, këtë dua, thot yaqumu ila sunne, ngritet në këmbë për faljen e sunnetit. Qala Kemal ibn Humami, autori i Fethul Qadirit, shpjeguesi i Hidayes. Hadha huwa alladhi thabata anhu sallallahu alaihi wasallam min al-adhkar allati yuakhiru anhu as-sunna. Ibn Kemali ose Kemal ibn Humami thot, kjo pra fjala Allahumma anta s-salamu wa minka s-salam, kjo është e vërtetuar prej pejgamberit alayhis salam sasia kohore që e bante dallimin mes farzit edhe sunnetit. Të cilin sunnetin e vononte mës kësaj, do të mos i thuhet që kjo fjali. Wa yafsilu bainahuma bain al-fardhi, dhe e bante dallimin mes farzit. Thot kultu, autori Imam Shërumbulali, thot kultu, wa la'alla al-murad ghayru ma thabata aidan ba'da al-maghrib. Thot kur thot Ibn Kemali se kjo është vërtetuar, thot është vërtetuar me këtë synohet kohët e namazit jashtë kohës së akshamit dhe të sabahit. Jashtë kohës së namazit të akshamit dhe sabahit, sepse ka transmetime tjera, hadithet të tjera të shumët që thonë se në namazin e akshamit, se në sabah dhe ashtu nuk ka sunnet mës farzit. Por se badel maghrib pas namazit të akshamit, derisa njeriu të jetë ulur, pra jep selam, përfundon farzin, thot la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la ila akhir. Ai duaja çka është, e thot kët. Pastaj e thot kët, po e thot 10 herë. Yaquluha 10, e thot 10 herë. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Pra hadithi, transmetimi se që e thot Ibn Kemali se pejgamberi nuk qëndronte më gjatë mes farzit dhe sunnetit, e përfshin, thot Shërumbulali, nuk e synon, nuk e përfshin edhe këtë të akshamit.
sepse në akşam ka transmetime tjera, të cilët thonë se një njeri që e thot fjalën La ilaha illa Allahu wahdahu la sharika la deri në fund 10 herë, pra është sunet që thuhet 10 herë. Wa ba'da al-jumu'ah, gjithashtu edhe pas farzit të namazit të xumas, min qira'ati al-Fatiha, që është e preferuar, pra është sunet leximi i surës al-Fatiha, wal mu'awwidhat sab'an. Pas farzit të xumas është sunet, pra ka transmetime që duhet të lexohet surja al-Fatiha dhe muawidhet, pra kul e'udhu bi rabbil falak dhe kul e'udhu bi rabbin nasi sab'an. Ka 7, se cila prej tyre nga 7 herë. An Esma bint Ebi Bekër, Esmaja, vajza e Ebu Bekrit, transmeton edhe thot Men qara yawm al-jumu'ati bi Fatihati al-kitab wa qul huwa Allahu ahad wa qul a'udhu bi rabbil falak wa qul a'udhu bi rabbin nas 7 marrat, kush pas namazit farzit xhamas e lexon pra kul huwa Allahu, kul a'udhu bi rabbil falak dhe kul a'udhu bi rabbin nas 7 herë, çka ndodh? Hafidha ma bejnehu wa bejne al-jumu'ati al-ukhra, ki është i mbrojtur prej të ligave, krejt distancën kohore deri në xhuman tjetër, ma bejne al-jumu'ati al-ukhra. Transmetimi tjetër thot dun al-Fatiha, ai që e këndon kul huwa Allahun, kul a'udhu bi rabbil falak, kul a'udhu bi rabbin nas, por jo edhe Fatihan. Pra transmetimi i parë i Esmas, kush e lexon edhe Fatihan. Transmetimi tjetër është ai që e lexon pa Fatihan, vetëm kul huwallahu dhe kul a'udhu. Hina yusallimu al-imam qabla an yatakallama sab'an. Pra kush e lexon këto, masi t'jep selam imami prej farzit, por i lexon nga 7 herë, lexon 7 herë kul huwallahu, 7 herë kul a'udhu bi rabbil falak dhe 7 herë kul a'udhu bi rabbin nas. Pra ku është poenta e kësaj? Ku thot Imam Shrumbulali ve kultu, dhe unë them se Kemal ibn Humami thot është vërtetu që e pastron ose e shpjegon mendimin e Fethul Kadirit. Thot Kemal ibn Humami kur thot se është vërtetu se pejgamberi alayhis salam mes farzit dhe sunnetit nuk qëndronte ma gjatë se sa të thuhet fjala Allahumma anta selamu wa minka selam, thot kis sigurisht e ka për qëllim namazet tjera, përveç akshamit, përveç xhumas, sepse ka transmetime pra për namazin e akshamit dhe namazin e xhumas për leximin e sendeve tjera. Wa qala al-Kemal, po ashtu Ibn Humami, autori i Fethul Kadirit, transmeton ki an Shamsil A'immati al-Halwani, njëri prej dietarëve të mëdhej, al-Halwani, ka thonë, Ibn Kemali thot, Shamsul A'imma al-Halwani ka thonë, la ba'as bi qira'ati al-avradi bayna al-faridati was-sunnati. Shamsul A'imma ka thonë, la bes, nuk ka gjatë të keqe, nëse lutjet, duat, pra lutjet që ka ban pas namazit, bëhen mes farzit edhe sunnetit. E kemi thonë disa herë, por po e përsëritim. Në fik, kur të përmendet fjala la bes, nuk ka gjatë të keqe. Jep me nënkuptu se mos veprimi është më i mirë se sa veprimi. Fal aula, mirë po Ibn Kemali thot, nuk ka gjatë keqe nëse duat, lutjet, mas namazit ban mes farzit edhe sunnetit. Nëse dikush i ban, nuk duhet sulmohet se ki e ka ndryshu fenë e Zotit. Mirë po thot, fal aula, ma me prioritet, si mos thjesht të khirul e uradi anisonne, vonimi i lutjeve pas
sunnetit që janë ratibe, që lidhen me kohën e namazit. Fahadha yanfi al-karaha. Kjo që e thot ki Shamsul Ejme, e mohon, e kundërshton kirahetin, sepse kur thamë fillim se është sunnet, që mas farzit është sunnet që me njerë të falet sunneti, mos veprimi i tillë, mos veprimi i sunnetit është mekruh. Thot, Shamsul Ejme ka ba me dije se nëse i fal, nëse i bën lutjet mas farzit para sunnetit, fela bes, nuk ka gjë të keqe. Kjo e kundërshton kirahetin, do thot nuk ka kirahet. Wa yukhalifuhu ma qalehu, por këtë mendim të Shamsul Ejme e kundërshton ajo që e thot fil ikhtiyar Imam Mausiliu në librin El Ikhtiyar li Ta'lil il Mukhtar të Imam Mausiliut. Atje thot mendimi i Shamsul Ejme kundërshtohet prej Imam Mausiliut kur thot kullu salatin, tash në ikhtiyar thuhet kështu, kullu salatin ba'daha sunnetun, çdo namaz pas të cilit ka sunnet, yukrahu al-qu'udu ba'daha wad-du'a, urrehet qëndrimi ulur dhe kryerja e lutjeve në këtë kohë. Bel yashtaghalu bis-sunna kay la yafsalu bayna as-sunnati wal-maktuba. Madje në këtë merret vetëm me atë çka është sunnet për ta bërë dallimin mes farzit edhe sunnetit që është fjala Allahumma anta as-salam wa minka as-salam. Pra në ikhtiyar thot kryerja e dhikrave pas farzit para sunnetit është në kundërshtim me atë që është vërtetuar nga pejgamberi dhe një veprim i tillë yukra është mekruh, dhe me këtë mendim e hedh poshtë ose e kundërshton, themi më but, mendimin e Shamsul Ejme se la bes bihi, pra nuk ka ndonjë gjë të keqe. Këtu ka shumë polemika dhe ka shumë mendime në librat e fikut. Po ne nuk do të shohemi në ato më gjatë ose më gjanë se sa është lëshuar vet autori. Tash ki argumenton. Ve an Aisha radiallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqudu miqdara ma yaqul. Transmeton Aisha radiallahu anha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rrinte ulur, pra pas farzit, aq kohë sa thuhet Allahumma anta as-salamu wa minka as-salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Është transmetimi kema taqaddama, e përmend më përpara. Fala yazidu alayhi aw ala qadrihi, dhe nuk shtonte kur gjë më shumë se sa kaç. Pra, me që është mekruh të ngjitet sunneti me farzin, të ngjitet sunneti pa ndonjë veprim, pejgamberi e ka ndosur sunnetin me farzin me kaç? Me fjalën Allahumma anta as-salam wa minka as-salam. Thash sipas transmetimit ton Ibn Mesudit, po ka dhe transmetime tjera. Thumë qala al-Kemal lam yathbut anhu sallallahu alaihi wasallam. Ja, përsëri vjen pyetja Ibn Kemalit, se Ibn Kemali është një prej muhaqqiqinëve, si ti themi, recenzentët ose redaktorët më të fuqishëm që e ban vërtetimin e veprave që janë në mutun metnën me dhebin Hanefi. Ibn Kemali është një prej shtyllave shumë të fuqishme të dietarëve të mëdhëbit Hanefi. Ibn Kemali thot nuk është vërtetuar prej pejgamberit alayhis salam se dhikrët bëhen pas farzit dhe para sunnetit. Por është vërtetuar kjo vel mesazhet fjasilna min qiraatil kursi wa tasbihat bi ikhwati 33. Nuk është vërtetuar se lezimi i ajetul kursijës që shbohet sot në xhamiet tona, tasbihet me thon 30 herë subhanallah, 33 herë elhamdulillah, 33 herë Allahu akbar, nuk është vërtetuar saktësisht se pejgamberi i ka bën mes farzit edhe sunnetit. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam li fuqara'il muhajirin.
Hadithi i pejgamberit alayhis salam kur ju ka thonë muhaxhirëve të varfër, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salat. Pejgamberi alayhis salam muhaxhirëve u ka thonë, mas në fund të çdo namazit duhet thoni subhanallah, Allahu akbar, walhamdulillah. Pra tusabbihun, tukabbirun wa tahmadun dubura kulli salatin ila akhiri. La yaqtadi wasluha bil fard. Kjo thot se pejgamberi ka poentën ki libri. Thot hadithi i pejgamberit kur ju ka thonë muhaxhirëve se duhet të thoni tekbirin. Tekbir, këtë falni, tesbihin, po edhe tekbirin, mirë thash. Dhikrët, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Duhet t'i thoni dubure kulli salat, në fund të çdo namazi. Kjo nuk detyron detyrimisht që kjo t'jetë mas farzit. Në fund të namazit, po, por jo në fund të namazit. Bel kaunuha akibe sunne min gajri ishtigal. Por se kjo na obligon që të bëhet në fund, pas përfundimit të sunnetit. Bima lejse min tevabi salat fesa kaunuha dubura. Shife, këtu hadithet, edhe hadithet tjera që përmende janë të shumë të këto hadithe, se përmendet dubur e salat, dubur e kulle salat, varsisht prej tekstit të fjala dubur është fundi i sendit. Është fundi i sendit. Fundi i sendit, ose në aspektin gjuhësor, është prapanica. Ki fundi i sendit, fjallë dubur, djetarët pastaj e shpjegojnë dhe thellohen në detaje këto. Kur thot pejgamberi, në fund të sendit, duhet thoni, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. A bëhet ki fundi i sendit, është pjesë përbërëse, është pjesë e mbrëmshme e sendit, apo është pjesë e jashtme e sendit? Nëse është pjesë e mbrëmshme, çka nuk kupton fjala dubur? Nëse është pjesë e mbrëmshme, atëherë Hanefit këtu e kanë bazën. Thonë, nëse është pjesë e mbrëmshme, atëherë tesbihet dhe tekbiret, këto duat që i bojmë, duhet me i bëm brenda namazit, sepse është pjesë e namazit, është pjesë e mbrëmshme e namazit. Pra këto duhet bëhet para se t'jepet selam. Nëse fjalën fundi i sendit është si pjesë e jashtme e sendit, atëherë e bojmë në fund të namazit. Dhe namazi i drekës, në parim dhe në princip dhe logjika thot se namazi i drekës ka 10 rekat. Farzi i drekës ka 4. Por sunnetur ratibe, nëse e ke ndërmend me i fal, e ndan me farzin me Allahumma antas selam, dhe pas sunnetit, pas faljes së sunnetit, fillon me dhikrët. Pra, dietarët Hanefi, fjalën dubur nuk e kufizojnë mas farzit. Kështu thot Ibni Kemali, por se kjo jep me kuptuar pas përfundimit të sunnetit. وقد أشرنا إلى أنه إذا تكلم بكلام كثير أو أكل أو شرب بين الفرض والسنة لا تبطل. Thot kemi sinjalizu më herë dhe kemi përmendë se nëse njeriu namazliu pra, idha tekelleme bi kelamin kathirin, nëse ka fol shumë, ka fol shumë fjalë, ka fol shumë fjalë, au akele, ose ka hangër diçka, ose ka pi diçka, mes farzit edhe sunnetit, e ka fal farzit, pastaj ka bo muhabet me dika, ka shit diçka, ka bledh diçka, e ka vetë një njësi ke halët, ose ka hangër diçka, ose ka pi diçka. Mendimi më i saktë është se namazi i tij, salatuhu la tubtil, nuk prishet sunneti. Cili sunnet nuk prishet?
sunetin që do të falë. Kemi të qartë këtë. Nuk prishet vlera e sunetit ratibe, se këtë shka do të falë. Si mas mendimit më të sakt, konsiderohet sunet i drekës. Por si pas mendimit të disa djetarve tjere, kemi përmendë edhe më herët, nëse mes sunetit edhe farzit, ban muhabet, jashtron muhabetit, han, pin, atëherë duhet të përsëritet sunneti, sepse nuk, ai është sunnet namaz nafile, hitë nafile të përgjithshme, por jo sunneti i drekës. Qëndrimi i medhhebit është ky, la tubtil, sunneti i tij nuk prishet. Ka hongër diçka, sipas mendimit më të saktë se ka bë muhabet, pastaj e fal sunnetin, ajo është namaz sunnet i drekës dhe nuk humbet vlera e saj. Por çka ndodh? Bel naqasa thawabaha. Porse i paksohet sevapi i atij namazi. Është sunnet i drekës, ama i paksohet sevapi. Prandaj mas farzit nuk ka nevojë për muhabet, nuk ka nevojë për veprime, përveç kësaj që është sunnet, që ka thamë se Allahumma ente selam wa minke selam, dhe të shtrohet muhabeti, të bëhen veprime, e pastaj të falet sunneti. Kjo, dietarët thash, më e vogla e kësaj është mendimi se nuk prishet sunneti më e kedë jetë ajo, dhe konsiderohet sunneti drekës, ama sevapët i ka të manguta. Vel afdalu fi sunnani edauha fima huwa ab'adu min ar-riya wa ajma lil khulus sawa'un fil bayti aw li ghayrihi. Ma afdal, ma e preferuar, kemi përmend edhe këtë shumë herë, se namazet sunnete është të falen larg syve të opinionit, larg syve të njerëzit, larg rias, mendjemallësisë ose syfaqësisë. Pra sa më të msheft atjen është më e mirë, siç është, për shembull, mund të falet në shtëpi, mund të falet diku tjetër, po jo të ekspozohet sikur farzi, sepse mundësia e depërtimit të djallit, ka hadithe për këtë në për vende tjera, mundësia e depërtimit të djallit në namazet farze është më e vogël të namazliu se sa të thot pejgamberi, të namazet farze nuk hin riaja, s'ka ria, s'ka mendjemallësi, ama të sunnetit mund të ketë. Për atë arsye është më mirë të fshat të falen vetmas. Kur jemi të tasbihet këtu, Ebu Hurajra e shpjegon hadithin e pejgamberit alayhis salam ku thot, ka thonë pejgamberi, dhahaba ahlet duthuri bid darajat. Pejgamberi alayhis salam thot, ta shkurtoj pak hadithin, a doni thot ju mësoj diçka juve që nëse ju e praktikoni këtë, u shkoni atyre që kanë dhënë sadaka dhe lëmosha pse janë zengina, sepse sahabët janë anku, ka thonë, nësë jemi barabartë me zenginët, na po ninojmë, ato po ninojnë, na po falem, ato po falem, ato po japin sadaka, po japin zeqat, nësë kemi çka t'japim. Thot pejgamberi, a doni që mësoj diçka juve, që ju nëse e praktikoni, i kaloni ato me sevape. Normal se po, atëherë pejgamberi alayhis salam tha, tusabbihuna, pra këtu është hadithi, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin 33 marra, sahihul Muslim, hadithi. Pra nëse doni ti ka rrini ato në sevape, mas çdo namazi, duhet të thoni, dhe kjo është sunneti muakkada, duhet të thoni 33 herë subhanallah, duhet të thoni 33 herë elhamdulillah, edhe duhet të thohet Allahu Akbar dhe elhamdulillah. Karakteristike e kësaj, ne si hoxhallar duhet ta dim, se pejgamberi alayhis salam e ka përcaktuar 33 herë. Po jo më e bëj 35, shumë lodh mu, nuk e arrin sunnetin. 34 me bo, nuk e arrin sunnetin.
32 nuk e arrin sunnetin. Nuk arrin sunnetin. Sepse, ju e dini nga shkenca e usulit, në tekst, në Kur'an dhe sunnet, çdo herë kur ka numra, numrat janë katiju thubut dhe janë katiju dilale, janë argument i prerë. Kur thot 80 gjelde, Allahu gjellëshan Kur'an, 80 shkopinj, pa më edhe 85 i baju në jo, është 79 e gjys, nuk shkru 79 e gjys, 80, kjo është katiju thubut, nuk mund të paramendohet se parafërsisht. Kur kanë numra, po kur themi për shembull kot, jashtë kësaj kohe, themi subhanallah, 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 alhamdulillah, nuk është patjetër, nuk ka numër të caktuar. E themi 100, 1000, 10 herë, 2000 herë, 5000 herë, nuk ka numër të caktuar që të arrihet vlera. Sa thu, aq fiton. Por për të realizu suneti muekkede, suneti i fort të namazi, është duhet 33 herë. E dyta që duhet të reqi vërejqen vetës, por edhe juve edhe mua, edhe xhamatit. Këtu në xhamiat tona ka një problem. Unë nuk ka shans teorike të thuhet 33 herë subhanallah për 30 sekonda. Ne po themi me e thënë fjallën subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jo vesh me po sub, qashe sub. Askush nga ne nuk e zbatojmë hadithin të thotë fjalla kuptim plote. Subhanallah, 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 elhamdulillah, jo vetëm me bojxhurm. Këto duhet kemi kujdes. Dhe ne si o xhallar kemi obligim të mësojmë, realisht të tregojmë xhamatit. Pra, numri është shumë me peshë në këtë rast, sepse e 100 është ajo që ka vjen mas të sbihave. Wa yustahabbu lil imami ba'da salamihi an yatahawwala ila yamin al qibla wa huwa al janib al muqabil ila jihati yasari ay yasaru al mustaqbal. Është mustahab që imami pasi të përfundon me selamin, pra përfundon me namazin, jep selam dhe ngritet për me falë sunnetin, për vendin ku është. Është mustahab që të lëviz prej vendit ku e ka falë farzin ila yeminil qiblati, në anën e djathtë të kiblës, jo tonën. Ti je që këto, kiblën e ke përballë. Ana e majtë e jotja është ana e gjathë e kiblës. Ana e gjathë e jotja është ana e majtë e kiblës. Pra është mustahab që imami të lëviz një kam, të lëviz pak prej vendit në anën e majtë të vetës, për këtu e thot anë yeminil kibleti, në anën e gjathë të kiblës. Pra në anën e gjathë të kiblës është ana e majtë e jote, sepse ti e ke përballë kiblën. Ila jihati yasari, li'anna al-yamin al-muqabil jihati yasari, këtë shpjegon se ngatrohen njerëzit, çka u bë tasha, gjatha e shmajta. Që këtë po e shpjegon se ana e gjathë e kiblës është ana e majtë e jotja dhe e kundërta. Pse e ban këtë? Li të tavojnë ba'd el fard, për të falë sunnetin që është mas farzit. Li anna lil yemini fadl, tash e tregon arsyen pse duhet të rriqet. Thot, sepse në anën e gjathë ka vlera, gjithmonë pejgamberi alayhis salam i kanë nxit besimtarët me anën e gjathë. Walidef, dhe arsyeja e dytë, lidef il ishtibahi bi dhannihi fil fardi fe yuqtada bihi. Thot, kur të hinjet dikush në xhami, nëse e shef në mes të mihrabit, mendon se ki është duke falur farz dhe i bashkangjitet në namaz. Për të heq dilemën e muktedijës xhamatit për mas, ai tërhiqet pak mane. Wa kedhalika
lil qaumi li tekthiri shuhudihi. Ngjajshëm veprojnë edhe xhamati. Ngjajshëm veprojnë edhe xhamati. Edhe pse tham, kjo është prej mustahabeve, nuk është prej obligimeve, se patjetër duhet të ndron vendin. Prishja e safeve është e preferume në mënyrë që dikush, nëse ka mundësi dhe hapësirë, dihet gjithmonë, sepse nëse vjen dikush, duhet kupton se këto njerëz kanë të farë sunnetin e jo farzin. Thot, edhe xhamati hikin po në të njëjtën anë. Pse kështu? Thot, li tekthiri shuhudi, për shkak të dëshmive të forta. Për shkak të dëshmive të forta. Çifish ka thot? Hadithi i Ebu Hurajrës radhiyallahu anhu thot, pejgamberi alayhis salam e ka lexuar ajetin yawma'idhin tuhaddithu akhbaraha. Dhe në ka vetë neve, e të drune me akhbaruha, e dini cëllët janë ato lajme çka? Thot, kalu Allahu wa Rasuluhu alem, Zoti dhe pejgamberi e din më mirë. Ka thonë, akhbaruha an tashhada ala kulli abdin au amatin bima amila ala dhahriha. Toka kur i nxjerr informatët, i nxjerr për robërit dhe robreshët, pra për njerëzit, të gjitha veprimet tona çka i kemi bë. Nëse në që këtë vend kemi bë sejdë, çaj vend para Allahu xhallashanu ka me dëshmu se që ki njeri në që këtë vend, që këtë kohë, në që këtë namaz ka bë sejdë, në që këtë vend, dhe në qatë vend, kur shtohen këto, li tekthiri shuhud, i shtohen dëshmitarët. Edhe veprat e këqija, mëkatet, që ne themi se, edhe ato që nuk i shef kurkush, toka dëshmon se kë njeri në këtë kohë, në këtë vend, e ka bën një mëkat. Ky thot pejgamberi alayhis salam, pra shpjegimi pejgamberit alayhis salam i ajetit ku Allahu xhallashanu thot yawma'idhin tuhaddithu akhbaraha. Li tekthiri shuhudi për të arritat vlerën ose numrin e dëshmitarëve për punë të mira. E ibadet të tavu akib el fard, li maruvje, sepse thot transmetohet, enne mekan el musalli, vendi ku falet, transmeton pejgamberi alayhis salam ka thonë, vendi ku falet namazliu, yashhadu lahu yawm el qiyamah, ditën e kiametit, ditën e ringjalljes, vendi ku falet dëshmon për namazliun se është fal në këtë vend. Wa yustahabu an yastaqbila ba'dahu ibadat tatawi aqib al-fard in lam yakun ba'dahu nafilatun. Është e preferuar, pra mustahab, që imami të drejtohet të sillet ka xhamati. Nëse pra drejtohet pas farzit, nëse nuk ka nafile, nuk ka sunnet për të falë, dhe drejtohet, si që është për shembull namazi i sabajt dhe i qindijës, dhe pas përfundimit të sunnetit, imami është e preferuar që të sillet të drejtohet nga xhamati. Insha, nëse dëshiron, pra nuk është, shifshe këtu ka zgjedhje tash. In lem jekun fi mukabiletin musallin, ai mund të hiç mos drejtohet, por është e preferuar të drejtohet. Mirë po, për të arrit vlerën e mustahabit është që mas shpinës atij mos ketë dëni njeri shka është të u falë. Imami është mirap, kur sellet imami ka xhamati, dhe mas imamit njëni është të u falë, bashkë përballë imamit. Kjo nuk është mustahab, këtu është mustahab të mos kthehet. Sepse e ka një namazli për para. Nëse është në safin e parë, nëse ka një njeri ullër mes ti edhe imamit, mes namazliut dhe imamit, është ullë një njeri, shpinën e ka i namazliu këtu, felabes këtu,
nuk ka gjë të keqe. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam transmetohet në dy sahihat, pra Bukhari dhe Muslim, idha salla, kur falte, kur përfundonte, aqbala alejna bi wajhihi. Pejgamberi kur e përfundonte namazin, thon sahabët, u kthente me fytyrën e tij të bukur ka ne. In sha'a al-imamu in harafa an yasarihi wa ja'ala al-qiblata an yamini. Nëse imami dëshiron, pra ka liri të zgjedhjes, nëse dëshiron mund të sillet në anën e majt të tij dhe kiblën e lën në anën e djathtë, pra sillet në këtë formë. Wa in sha'a in harafa an yaminihi wa ja'ala al-qiblata an yasari. Nëse dëshiron sillet në anën e djathtë dhe kibla e ngel në anën e majt. Wa hadha awla. Kjo e dyta, pra sjellja në anën e majt, në anën e djathtë dhe lënia e kiblës në anën e majt është evla, është më me prioritet. Pse është më me prioritet? Sepse transmetohet, thot, në Sunenin, në Sahihun e Imam Muslimit, ku sahabët kanë thonë, kunna idha salejna khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sahabët thoshin, kur u falshmi mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ahbabna an nakuna an yamini, kishmi qef dhe bëjshmi gara me zon anën e gjathtë pejgamberit, anën e gjathtë tonën. Pse kështu? Hatta yakbila alejna, sepse kur të kthehet pejgamberi, atë ka ditë se pejgamberi, kemi pas qef të shohim fytyrën e pejgamberit alayhis salam. Pra, nëse kthehet në anën e majt, nuk prish punë, po ma me prioritet është kjo në anën e djathtë, pastaj mund të kthehet tërësisht, mund të kthehet në mënyrë, ajtë të them gjysmake, që jo drejt për drejt, por që kthehet nga xhamati. In sha'a dhahaba li hawaiji, tash ke trajtoni mesele tjetër, thot, por nëse don imami, ka një punë me shku dikun, e bitis namazin, edhe shkon për kryerjen e punëve të veta, dhe këtu nuk ka bo krim, nuk ka bo mëkat. Thot, ku e keni argumentin? Thot pejgamberi Allahu xhalla shanu, fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Kur të kryet përfundon namazi, shpërndanin sipërfaqet tokës. Wal amru fantashiru, urdhri, al amru fantashiru. Në këtë rast është lil ibaha, për lejim, nuk është për obligim. Sepse ka urdhër që është obligativ, ka urdhër është lil ibaha, që e vetëm lejon. Po mirë, nëse është kështu, kia jetë, flet për namazin e xhamas, sepse mas ajetit të xhamas që e ban farz xhama, thot fa idha qudiyatis salatu fantashiru. Çka hin këtu namazet tjera, kur kia jetë flet për namazin e xhamas. Dietarët thonë medhebin Hanefi, thot kia jetë, edhe pse flet për namazin e xhamas, nuk e ndalon daljen as në namazet tjera, nuk ka ndales. Kjo nënkuptohet bidelaletin nas, në usul el fiqh të dietarët Hanefi ka një send që quhet dilaletun nas, argumentimi përmes tekstit. Këto duhet me i kuptu mushtehidët, jo çdo kush. Dilaletun nas është atë çka e thot teksti, përfshin elemente tjera duke u bazuar te teksti. E kemi thënë një herë duket, wala taqul lahuma uffin. Mos i thuj prindit of, babës edhe nanës. Po s'ka thënë Zoti mos e ra. As mos e shti, as mos i bjerë. Kjo nuk kuptohet me dilaletin nas, me argument të prerë, se kur këtë voglën e ka ndalu. Këto qire tas që, thë pra, djetarët thë se kjo argumentohet, vërtet është flet për xhuman, ama kjo nuk ndalon që të zbatohet edhe kjo leje, ose ky lejim që të zbatohet edhe të namazet tjera.
وفي مجمع الروايات إذا فرغ من صلاته إن شاء قرأ ورده جالسا وإن شاء قرأ قائما. Në librën Mejmeu Rivayat, njëri prej autorëve thot, nëse mas kryerjes së këtyre, imami ose xhamati namazliu mund t'i fal ato, t'i bën në këto dhikrët ulur, mund t'i bën edhe duke ecur, është nis me shkuën edhe gjatë rrugës i bën ato. ويستغفرون الله العظيم ثلاثا. Mas kryerjes së farzit, bëhet se tash na dalin shumë tekste tjera. Thonë 3 herë astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله تعالى ثلاثا. Pejgamberi kur ka bitis namazin, pra bëhet fjalë për farzin, ka thënë 3 herë astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. Hadithi transmetohet në sahihun e Imam Muslimit. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, men istaghfara Allah Teala fi duburi kulli salatin 3 merrat. Kush në fund të çdo namazi thot fjalën astaghfirullah 3 herë. وقال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان فر من الزحف. Thot kush i thot 3 herë këto dhe herën e 4 thot astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh gufirat dhunubuhu, i falen mëkatet e tij, wa in kana farra min az-zahfi, edhe nëse është prej atyre që ka ikur nga fushbeteja. Pastaj, mas përfundimit të namazeve, wa yakrauna ayatul kursi, lexohet ayatul kursi, Allahu la ilaha illa, të na është e njoftër me Allahu laja. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men qara ayatul kursi fi duburi kulli salatin lam yamna'hu min dukhuli al-jannati illa al-maut. Subhanallah. Thot pejgamberi alayhis salam, kush e lexon ayatul kursin në fund të çdo namazit, e vetmja pengesë e tij për të hyrë në xhenet është vdekja. Po të mos ishte vdekja, ajo është në xhenet. E vetmja pengesë që e pengon me hyrë në xhenet është vdekja. Wa man qara hina ya'khudhu madja'ahu, e kush e lexon ayatul kursin kur shkon shtrat edhe bëhet gati për mushtrim, me pushum, me flet, thot aminahu Allahu ala darihi, Zoti ka me siguruar shtëpinë e tij. Pra, wa dara jarihi, edhe shtëpinë e kujshies atij. Edhe çka, wa ahli duwairatin hawlahu, edhe banorët e shtëpive që janë përreth. Pra prej muslimanit vërtet nuk ka dobi vetëm ai, ka dobi edhe mahalla, ka dobi edhe kujshit. Në interpretimin e hadithit, që mos kuptohemi dallash, se nuk e pengon për hyrjen në xhennet përveç vdekjes, dietarët kanë thënë 2 mendime. Kanë thënë, mendimi i parë është se pas vdekjes së njeriut, në bazë të këtij hadithi që e praktikon këtë që e thot pejgamberi alayhis salam, me vdekjen e tij shpirti me automatizëm shkon në xhennet. Shpirti me automatizëm shkon në xhennet. Pse shkon në xhennet? Sepse është hek pengesa. Pejgamberi thot, pengesa e vetme mes xhennetit edhe tije është vdekja. Vdekja u hek, ndodhi, shpirti i tij shkon në xhennet. Kjo është mendimi i parë, kur e interpretojnë fukahat, si e shpjegojnë hadithin. Mendimi i dytë thoshte, jo, nuk është çështje se shpirti i tij shkon në xhennet. Shpirti i tij, njeriu që jeton në alimul barzakh, në jetën e barzakut, ose në varr të themi ku është. Ai është në varr, por nëse e ka lexuar ayatul kursin, ai duke qenë në varr, edhe pse nuk është në xhenet, i shijon kënaqësitë dhe të mirat e xhenetit duke qenë
në varë, vallahu alem, Zoti e di, po që të dyjat janë begatit të mëdha. Wa yakra'una al-mu'awwidhat li qawli Uqbada ibn Amir. Mas kësaj, mas ajetul kursi, ose mas namazit duhet të lexohet edhe muawwidhat. Kul a'udhu bi rabbil falak, kul a'udhu bi rabbin nas. Uqba ibn Amir, njeni prej shokëve të pejgamberit alayhis salam, thot: "Amarani Rasulullah", më ka urdhëruar pejgamberi alayhis salam, "an aqra al-muawwidhati fi duburi kulli salat", që të lexoj këto dy sure në fund të çdo namazit. Wa yusabbihuna Allah 33 wa yahmadunahu kadhalika 33 wa yukabbirunahu kadhalika 33. Pra 33 herë thuhet subhanallah, 33 herë thuhet Allahu akbar dhe 33 herë thuhet alhamdulillah. Dhe fjala o tamamul mia, ajo që kompleton 100-shin, se 3 ka 33 bojnë 99, është fjala la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Li qawlihi, sepse thot pejgamberi alayhis salam, dhe jo në të çfarë begatije ka, men sabbaha Allah fi duburi kulli salatin 33. Kush thot 33 herë subhanallah në fund të çdo namazi, wa hamadallahi 33, dhe 33 herë thot elhamdulillah, wa kabbarallahi 33, dhe 33 herë thot Allahu akbar, wa fatilka 99, këto 99, wa qala tamamul mi'ati, pastaj në 100 e thot la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Çka ndodh? Gufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Këti njeriu që e bën këtë veprem, i falen mëkatet, gabimet e tia, edhe nëse janë si shkuma e detit, i hadithin e transmeton Imam Muslimi. Ve fima ka dërmërin, thumma yad'u li anfusihim, po e përfundojmë se të filloj me ma yufsidu salat, edhe një kashore sabër. Thumma yad'u li anfusihim wa lil muslimin, masi ti thot tasbihin, tekbirin, çka bën duan, bën lutje. Bi ad'iyatin ma'thuratin jami'atin, bën dua me lutje të cilët janë të regjistruara në Kur'an ose në Sunet, janë ma'thura të transmetuara. Ebi Umame qil, ja Rasulallah, ej duain asma, o i dërguari i Allahut, ej duain asma, cila lutje është me ndëgjueshme, këtu me ndëgjueshme është në kuptimin që dëgjohet dhe përgjigja vjen sa më shpejt. Ndëgjohet dhe përgjigja e lutjes vjen sa më shpejt. Ka thënë pejgamberi alayhis salam, duau, lutja shkabohet fi jawfi lejlil akhir, në pjesën e fundme të natës, kur çohesh pjesën e mbrapsht të natës, prej xhumit fal 2 rekat dhe i lutesh Allahut. Wa duburi salavatil maktube, dhe në fund të namazeve farze. Wallahi, wa li qawlihi sallallahu alaihi wasallam, wallahi inni la uhibbuka, usika ya Muadh. Subhanallah. Muadh ibn Jabalit, paramendoje ti, njeriu më i dashur te Allahu xhalla shanu, pejgamberi alayhis salam, i thot Muadh ibn Jabalit, thot pasha Allahun unë të duti. Çfarë premije, çfarë përparësie është kjo? Thot pasha Zotin, o Muadh, unë të du. Mo që du, dostit, shokut, ja jep atë më të shtrenjtën shka e ka, atë më të mirën shka e ka, po? Thot me që unë të du ti për Allah, u si ke talon amanet një sen, thot o Muadh. Çka është ai? La tada'anna dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husnu ibadatik.
Tha, o Muadh, kur mos e len në fund të namazit pa e thonë këtë dua. Allahumma aini ala dhikrike wa shukrike wa husnu ibaditik. Dua e shkurt, është shumë dua me vlerë. Wa rafi ejdihim, gjatë duas, rafi ejdihim, duhet të ngriten durët. Hidha e sadr, në këtë pjenë, në paralele me gjoksin. Wa botunuhu mimma, dhe këto shëplakat e dorëve të kthyer nga ftira, sepse kjo paraqet shuhin. Wa jahtimune, e përfundojnë duan me fjalën subhane rabbika rabbil izzati amma yasifun. Liqauli Ali radhiyallahu anhu. Hazreti Ali e thot një fjalë, që nuk e ka prej vetit këtë. Men ahabba an yaktala bil mikal al awfa min ajr al yawm al qiyamah falyakun akhiru kalamihi idha kama min majlisi subhana rabbika rabbil izzati. Kush don që peshorën e tij të jetë e rënd ditën e kiametit, në mezhliset e veta kur të përfundojnë me gjithmonë me fjalën subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa qala Rasulullah men qala dubura kulli salatin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Kjo është ajet. Allahu xhalla shanu do ta peshoj ose do ta jetë në peshorën e tij në ditën e gjykimit. Thumma yamsahuna biha, pastaj fshin ftyrat, me çka? Bi eidi, me dur. Bëm lutje. Në fund të lutjes thot e fshin ftyrën tonë me lutjen, me duan që kemi bën. Wujuhahum fi akhirih, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idha da'awta Allah fad'u bi batini kafejk. Për ato që ka thonë se nuk ka argument fshirje e duarve. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, kur ti lutesh, kur ta thirrish Allahun, o Zot, o Allah, thot fad'u bi batini kafejk, lutju me shuplakat, me duar të drejtuara ka Allahu xhaleshan. Wala tad'a bi dhuhurihima, wala tad'u bi dhuhurihima. Mos e thirr me shpinën e kësaj, në këtë formë. Pse kështu? Sepse kjo nuk mban kur gjë, edhe me qitë këtë diçka nuk rri kur gjë. Këtu rrin diçka, shka do të qëtësesësh, ngel diçka. Fa idha faragta, kur të përfundosh me duan, famsah bihima wajhak. Kur të përfundosh me duan, thot pejgamberi, fshinje ftyrën tënde me ato durët bereqetshme që ju ke lut Allahu xhalla shan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi alayhi salam, idha rafa'a yadayhi fi ad-du'a lam yahuttahuma, kur pejgamberi alayhi salam kur I ngrente duart për në dua, nuk I ulte poshtë. Ve fi rivajetin transmetimin tjetër, lam yaruddahuma, nuk I kthente prap, hatta yamsaha bihima wajhahu, pa nuk I lëshon të durët poshtë, pa e pastru, pa e fshin ftyrën e vetë, madje kur është lutjet gjomit ose para gjomit, që ka thamë, ajetul kursien, po edhe muavedhet ose diçka tjetër, thot pejgamberi alayhis salam, hadithe tjera, se ka shumë transmetime, pejgamberi alayhis salam e ka fshit ftyrën, e ka fshit trupin, gjoksin, deri atje ku I kanë mërien durët për bereqetin e lutjes. Kjo është për ata që ka mendoj se ngritja e duarve në dua nuk është prej sunetëve të pejgamberit alayhis salam, unë nuk di argumente tjera ku me gjetë më shumë se sa hadithe pejgamberit alayhis salatu wassalam. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfiruhu yaghfir lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.